VMRO-ja është përgjigjur mbrëm vonë akuzave të BDI-s se po realizon fushat kundër shqiptarëve në emër të hetimeve për tragjedinë në Koçan. Partia në pushtet theksoi se BDI, partia që sundoi për 2 dekada përmes shantazheve, korrupsionit dhe institucioneve të shantazhuara, po përpiqet të shmangë përgjegjësinë me përpjekjet e lira për manipulim etnik. Akuzat se institucionet shtetërore po bëjnë hetime me motive etnike janë jo vetëm të turpshme, por edhe të rrezikshme. Asnjë komunitet etnik nuk është në shënjestër, vetëm individët e dyshuar për krim janë në shënjestër, theksoi VMRO-ja. Këtyre pretendimeve janë përgjigjur sot nga BDI me anë të një komunikate, ku theksohet se aktualisht, përmes arrestimeve të pabazuara të shqiptarëve, Mickoski po përpiqet të nxjisë tensione ndëretnike, si mbulesë për dështimet e qeverisë dhe si mjet për të shkaktuar përçarje etnike. Këto veprime të paprovuara, të nisura nga institucionet e kontrolluara nga Mickoski, shërbejnë për të targetuar qëllimisht individ për qëllime politike. Është e qartë se ndërkohë që individ të thjesht po përdoren si kurban, ata që mbajnë pozita të fuqishme përfshirë ministra dhe drejtor aktual, vazhdojnë të jenë të lirë, pavarësisht përgjegjësisë së tyre të plotë për këtë tragjedi. Po për këtë, reagim ka pasur edhe nga Aleanca për Shqiptarët, nga ku thonë se tashmë edhe tragjedit po keq përdoren për t'i goditur shqiptarët me arrestime të padrejta, të pabaza dhe me prapavi etnike, nga ku sipas tyre kjo situatë ka për qëllim të fshehë përgjegjësit e vërtetë. Arrestimet e padrejta, të pabaza dhe me prapavi të pastër etnike, duke keq përdorur tragjedinë e Koçanit kanë 2 qëllime: të fshehin përgjegjësit e vërtet duke filluar nga kryeministri, ministri i punëve të brendshme dhe drejtuesit aktual të organeve kompetente, lokale dhe qendrore. Të friksojnë shqiptarët, të shtypin shqiptarët dhe të shkaktojnë revolt dhe tensione ndëretnike me qëllim defokusimin nga problemet dhe përgjegjësitë reale. Partia e drejtuar nga Zjadin Sela fton drejtuesit e qeverisë, prokurorisë dhe gjykatave që të ndërpresin këtë fushat që nuk i shkon në dobi askujt, por që dëmton të gjithë pa përjashtim, si ata që kërkojnë drejtësi, ashtu edhe ata të cilëve sot po ju bëhet padrejtësi.